Përshëndetje. Nga një psikologji e thellë, bashkëtesa për vite me radhë shpesh duket si një fluskë e qetë mes dy individësh që po testojnë dashurinë. Por nëse kjo bashkëtesë zgjat pafund dhe përfundon me një ndarje, çfarë ka ndodhur në të vërtetë? A është bashkëtesa një provë martese apo një shmangje prej saj? Bashkëtesa si një kompromis emocional. Në shumë kultura moderne, bashkëtesa është parë si një mënyrë praktike për të testuar raportin para se të ndërmerret një hap serioz siç është martesa. Ajo afron një ndjesi lirie. Jemi bashkë, por nuk jemi të detyruar. Por nga ana tjetër, kjo lejon një formë intimiteti dhe njohje të thellë. Por dhe nga ana tjetër, pikërisht kjo mungesë e angazhimit të plot shpesh e shndron bashkëtesën në një vend grumbullimi të pasigurt, frikrash dhe vonesa të papërcaktuara. Shumë çifte bashkëtojnë mesatarisht 5, 7, 10 vjet, ndoshta edhe më shumë, dhe më pas ndahen pa një konflikt të madh, por me një boshllëk të thellë të mbledhur ndër vite. Jo nga urrejtja, por nga lodhja. Jo nga mungesa e dashurisë, por nga mungesa e rritjes së përbashkët. Por a është bashkëtesa një martesë e varfër, të themi? Psikologët shpesh e quajnë bashkëtesën afatgjatë, pa martesë, një martesë pa strukturë. Ka detyrime, përditshmëri, ndarje përgjegjësish, marrëdhënie seksuale, fatura ujë dhe ndonjëherë edhe fëmijë. Por mungon një strukturë simbolike dhe juridike që mban marrëdhënien të lidhur edhe kur ka kriza. Ky ngërç nuk ndodh në ditën e parë, as në ditën e dytë. Ai krijohet si ai ujë i qetë që shndrohet dal nga dal në moçal kur asgjë nuk lëviz më. Kur partnerët e shohin njëri tjetrin jo si bashkëudhëtar të një projekti jete, por si shok shtëpie me përfitime emocionale. Po kur bëhet bashkëtesa një kamuflim? Një ndër mitet më të zakonshme që kam hasur në praktikën time klinike është ky. Ne duam të jemi të sigurt përpara se të martohemi. Ndaj bashkëtojmë. Këtë thonë. Në sipërfaqe kjo tingëllon e arsyeshme, por shpesh ajo fsheh frikën për të marrë përgjegjësi të plot ose bindje se diçka mungon, por nuk jemi gati ta pranojmë. Në të vërtetë, në shumë raste bashkëtesa bëhet një strategji shmangje. Shmangim diskutimet serioze, vendimet e mëdha, të përballjes për të ardhmen. Kur një marrëdhënie qëndron në një fazë të përkohshme, për një kohë të gjatë, ajo në fakt po zgjat pa dashje përfundimin e saj. Ka çifte që bashkëtojnë 8 vjet dhe ndahen në mënyrë pothuajse të heshtur. Jo sepse s'kan kaluar gjatë bashkë, por sepse nuk janë rritur si partner. Thjesht kanë qenë dëmtues të ngadaltë të njëri tjetrit pa e kuptuar. Një ndër plagët më të padukshme të bashkëtesës afatgjatë pa qëllim të përbashkët është konsumimi shpirtëror. Në fillim është pasioni, argëtimi, ereja, më pas nis rutina, përditshmëria, ndoshta edhe rutinë seksuale e mërzitshme ose mungesë vëmendje ndaj njëri tjetrit. Kur nuk ka një plan, një qëllim, një pse të përbashkët, bashkëtesa kthehet në mbijetesë bashkëshortore pa akt martese. Në terapi më është dashur të dëgjoj shumë çifte që thonë: "Si jemi zënë kur, por gjithmonë kemi qenë të largët. Ashtu nuk dua të martohem me atë, por nuk ka dhe asnjë arsye pse të ndahem. Thjesht jemi bërë miq që ndajmë frigoriferin." Kjo është ndoshta forma më e trishtueshme e një ndarje. Një metaanalizë e publikuar në vitin 2019, ku analizoi 10 studime mbi çiftet që bashkëtuan së bashku
tregoj se çiftet që bashkëjetojnë për më shumë se 5 vjet pa u martuar kanë më shumë gjasa të ndahen se sa ata që bashkëjetojnë më pak dhe më pas martohen. Më shumë se 60% e këtyre çifteve përjetojnë lodhje emocionale dhe raportojnë nuk e dim se përse jemi bashkë. Nivelet e intimitetit emocional bien ndjeshëm pas vitit të 4 të bashkëjetesës në një mungesë të planeve afatgjata. Po a është bashkëjetesa provë martese? Ndoshta, por vetëm nëse ka afat. Për disa çifte, bashkëjetesa është realisht një periudhë e rëndësishme për të njohur dhe për të ndërtuar lidhjen. Kur ka komunikim të qartë, afate kohore dhe angazhim reciprok për të kaluar në faza të reja, ajo mund të funksionojë shumë mirë. Problemi lind kur bashkëjetesa zgjat pa fund, pa drejtim, kur themi të shohim si do të shkojë, zgjat më shumë se vetë ndjenja që kanë. Ashtu si një test pa kohën e vet, dhe bashkëjetesa duhet të ketë një horizont. Nëse nuk e ka, ajo rrezikon të bëhet si një shtëpi pa dritare. Brenda jemi ngrohtë, por nuk dim se çfarë ndodh atje jashtë. Një këshill që do të thosha nga terapia është se ajo përcakton psen dhe sa. Në çdo marrëdhënie pyetja më e rëndësishme është pse jemi bashkë. Jo pse nuk ndahemi, por pse qëndrojmë. Nëse përgjigjja është thjesht jemi mësuar ose është rehat, atëherë kjo nuk është dashuri, por komoditet i rrezikshëm. Çiftet që vendosin të bashkëjetojnë duhet t'i japin vetes një plan konkret. Sa do zgjas kjo fazë? Cilat janë sinjalet që do të na tregojnë se jemi gati për hapin tjetër? Çfarë presim nga njëri tjetri gjatë bashkëjetesës? Pa këto, bashkëjetesa kthehet në një kohë të ngrirë, ku askush nuk është më ai që ishte kur filloi. E në fund të fundit dashuria ka nevojë për strukturë. Bashkëjetesa nuk është as për strukturë. Bashkëjetesa nuk është as e mirë, as e keqe në vetvete. Është një zgjedhje, por si në çdo zgjedhje, ajo kërkon kuptim dhe drejtim. Nëse është një provë për martesë, atëherë duhet të sillet si provë, me përgatitje, reflektim, me kufi të qartë. Nëse është një mënyrë për të shmangur martesën, atëherë duhet të jemi të ndershëm me veten, por dhe me tjetrin. Ndryshe, përfundon në atë që shumë e përjetojnë sot, bashkëjetesa që lodh, konsumon dhe ndahet pa shumë bujë, por me shumë dëme të heshtura. Miq, këto do të thosha në këtë video, ju falenderoj për vëmendjen. Kush dëshiroj mund të bëj edhe komentet e veta, por mos harroj të bëj subscribe në kanalin tim për të marrë videot që jetë her pas here. Dhe deri në videon tjetër, mirë takofshi.